تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia i takon Allahut. Ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Al-Adab al-Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të hijretit. Allahu e mëshiroft, e falt, atë na falt ne dhe prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën e radhës thot Imam Bukhari rahimahullahu Babul A'rabiyya, dhe më thonë temë që ka të bëj me të jetuarit si beduin, dhe më thonë sigur me thonë beduinizmi, dhe më thonë të jetuarit në shkretëthir ose jeta nomade, dhe më thonë jeta pa një vendbanim të caktuar, por me shpërngulje të vazhdueshme. Ka thonë, pra thot Imam Bukhari, haddathana Musa ibn Ismail, qala haddathana Abu Awana, عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dëmë thënë me këtë zinxhir transmetohet nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu se ka thënë al-kabairu sab'un. Dëmë thënë mëkatet e mëdha janë 7. أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجرة. Do thot, pra mëkatet e mëdha janë 7 dhe të parat e tyre janë shirku ose barazimi i dikujt tjetër me Allahun subhanahu wa taala, vrasja, pra vrasja e njeriu të pafajshëm, akuzimi i grave të ndershme ose shpifja për gratë të ndershme dhe jeta nomade ose beduinizmi, do të thonë pas hijretit. Këtu pra Abu Hurajra radhiyallahu anhu, ky hadith është sahih si hadith mawquf, do të thonë i transmetuar nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu. Mirë po, i thuhet këtij se ka dispozitën ose e ka normën e hadithit marfu, pasi këto fjalë sahabët nuk i kanë thënë nga mendja e tyre, por i kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mëkatet e mëdha, besoj që keni parasysh, kemi folur në mësimet tjera për mëkatet e mëdha dhe do thot në lidhje me shpjegimin e librit Smundja dhe Ilaçi, dhe aty kemi folur për radhitjen e mëkateve dhe gjithashtu kemi treguar se këto mëkatet që janë mëkatet mëdha nuk kanë numër të caktuar dhe nuk numërohen me, do të thonë duke përmendur 1, 2, 3, 4, do të thonë nuk janë vetëm ato. Kur përmenden në hadithe dhe në argumente në përgjithësi, kur përmenden me këtë tekst mëkatet të mëdha, do të thonë është për qëllim ose dhënia e shembullit si janë mëkatet e mëdha, ose përmendja e mëkateve më të mëdha prej gjitha këtyre të mëdhave. Përndryshe, nuk ka numër të caktuar, se është pyetur Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, a janë
7 mëkatet e mëdha, ka thonë më afër 70-s. Do të thënë më afër është që thuhet se janë 70 sesa 7. Do të thënë janë shumë më shumë, mirë po këto kokat e mëkateve ose rrënd prej të cilave degëzohen mëkate tjera, janë këto që janë përmendur në tekstet, do të thënë me këtë numër 7 mëkate ose 4 mëkate ose 3 mëkate, do të thënë, për ndryshe kanë dhënë rregull dietarët e Islamit, do të thënë se secili mëkat për cilin përmendet mallkim, lane, ose përmendet zemrimi i Allahut, do të thënë është prej mëkateve të mëdha. Gjithashtu, çdo mëkat për cilin përmendet se ka dënim në ahiret, ose dënim në dunja, dhe secili mëkat për cilin ka dënim caktuar ligjor në shariat. Secili mëkat ku mohohet imani, do të thënë nuk është besimtar ai që bën kështu me radhë, do të thënë këto janë pra për t'i kuptuar nuk mund të numërohen me numër dhe të përmenden konkretisht, por duhet të dihet se kur është një argument që i ka këto cilësi, atëherë kuptohet se është prej mëkateve të mëdha. Këtu janë përmend prej këtyre 7-ve më të mëdhave 4 që janë më të mëdhat në mesin e tyre, i ka përmendur Ebu Hurera radhiyallahu anhu. Mëkati i parë edhe më i madh i të gjitha mëkateve është shirku, të cilin Allahu nuk e fal asnjëherë përveç nëse njeriu pendohet. Dhe shirku do të thotë barazimi i dikujt me Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thënë barazimi i dikujt me Allahun, qoftë në rububie, duke bërë dikën tjetër Zot, njësoj si Allahu subhanahu wa ta'ala dhe krijues, dhe kjo nuk ekziston, do të thënë asnjëra prej tyre nuk ekziston, nuk ka të barabartë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Mirëpo, ky pretendimi se ka më shumë se një Zot, krijues dhe sundues, është tepër i rrallë të njerëzimi. Dhe edhe barazimi i dikujt me cilësitë e Allahut, gjithashtu, do të thënë pretendimi se dikush e di ghaibin, që është cilësi e veçantë e Allahut subhanahu wa taala, ose të ngjashme, do të thënë dhënia e cilësive të Allahut dikujt tjetër, ose dhënia e cilësive të krijesave Allahut subhanahu wa taala, është prej formave të shirkut. Prandaj Allahu ka përmendur, i ka mohuar, do thotë, ka mohuar disa cilësi që i kanë krijesat, që nuk i takojnë Allahut subhanahu wa taala, siç është në surën Ikhlas, lem yelid wa lem yulad, do të thonë nuk e ka lindur dikand, as nuk ka lindur prej askujt, Zoti subhanahu wa taala. Edhe la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, do të thonë nuk e kaplon as gjumi as dremitja Allahun e lartësuar. Do të thonë këto janë cilësi që mohohen nga Allahu. Dhe cilësitë që i përshkruhen Allahut subhanahu wa taala, do të thënë janë të përsosura te Allahu i lartësuar dhe nuk lejohet askush të barazohet me Allahun. Edhe në surën Ikhlas ka thënë Allahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, do të thënë nuk është me të i krahasueshëm ose i barabartë, ose që mund të barazohet askush, nuk mund të barazohet me Allahun subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu ka thënë laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Dhëtë si Allahu nuk është asgjë, dhe Allahu është gjithë shikuesi, gjithë dëgjuesi. Do të thënë ky është forma tjetër, forma e dytë të thotë e shirkut. Pra shirk në rububie, nëse barazohet dikush me Allahun në veprat e rububies. Do të thënë nëse pretendon dikush se ka Zot krijues përveç Allahut, dhe barazimi në emra dhe cilësitë e Allahut, do të thënë duke ia dhënë krijesave cilësitë e Allahut, ose duke i dhënë Allahut cilësitë krijesave, dhe barazimi i dikujt prej krijesave me Allahun në hakun e adhurimit. Edhe kjo nuk lejohet për askënd prej njerëzimit. Do të thënë nuk lejohet të adhurojë njeriu askënd përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur përmendet shirku, kryesisht, do të thënë ose pothuajse në të gjitha argumentet është për qëllim ky lloj i shirkut, barazimi i dikujt me Allahun subhanahu wa taala në hakun e uluhijes ose në hakun e adhurimit.
Dhe ky është mëkati më i madh që ekziston në tokë, dhe për këtë shkak Allahu i ka dërguar të gjithë pejgamberët dhe i ka zbritur librat, edhe Allahu ka thënë وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ dhe më thënë nuk kemi dërguar ndonjë të dërguar para teje përveç se i kemi shpallur se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç meje, prandaj vetëm mua më adhuroni. Edhe gjithashtu ka thënë Allahu, se cilin popull kemi dërguar të dërguar që t'ju thot nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, pra vetëm atë adhurone, largohuni tagutit, do të thënë në ajete të shumta. Dhe ky është mëkati të cilin nuk e fal Allahu subhanahu wa taala asnjëherë. Ka thënë Allahu, pra përveç nëse njeriu pendohet kur është gjallë, edhe pastrohet prej shirkut, edhe shkon tek Allahu me tauhid. Kurse nëse njeriu vdes në gjendje të shirkut, edhe shkon te Allahu me shirk, atëherë ai mëkat nuk i falet asnjëherë, kurse mëkatet tjera, nëse do Allahu e dënon për to, nëse do ja fal. Por nëse e dënon, do të thënë dënimi i tij është për një periudhë të caktuar, derisa të pastrohet nga ai mëkat. Dhe pastaj, nëse ka vdekur me tauhid, përfundimi i tij është në xhennet. Ka thënë Allahu i lartësuar, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Do të thënë Allahu nuk e fal shirkun. Do të thënë që dikush të barazohet ose të bëhet ortak Allahu subhanahu wa taala në adhurim, dhe përveç këtij mëkati Allahu ja fal kujt të doj. Dhe ka thënë Allahu, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Do të thënë kush i bën shirk Allahut, Allahu ja ka bërë haram atij xhenetin, dhe vendbanimi i përhershëm i tij është xhehenemi, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dhe për të padrejtët nuk ka asnjë ndihmës. Pastaj mëkatin tjetër që e ka përmendur Ebu Hurajra radhiyallahu anhu këtu është qatlun nafs, do të thënë vrasja. Vrasja njeriut, edhe ky është prej mëkateve më të mëdha. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Do të thënë nuk lejohet asnjëherë vrasja, nuk lejohet derdhja e gjakut muslimanit asnjëherë, përveç në 3 raste që janë të cilat, do të thënë raste ku mund të dënohet me vdekje. Përndryshe asnjëherë nuk lejohet të vritet muslimani. Do të thënë mund të dënohet nga pushteti, autoritetet, mund të dënohet me vdekje në këto 3 raste, që është e thejjibu zani, do të thënë i martuari që bën zina, edhe wan nafsu bin nafs, edhe vritet vrasësi për një njeri që ka vra, wattariku lidinihi al-mufariqu lil-jamaa, edhe ai që e braktis fen dhe ndahet prej grupit të muslimanëve ose xhamatit të muslimanëve. Do të thënë largohet ose del në fe tjetër. Vetëm këto raste lejohet me ligj, do të thënë, dhe me gjykim nga autoritetet që të vritet, përndryshe asnjëherë nuk lejohet muslimanit të vritet. Dhe ka thënë Allahu i lartësuar, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Do të thënë kush vret një besimtar me qëllim, dënimi i tij është, do të thënë ka disa dënime. Një, xhehenem, do të thënë dënimi i tij është xhehenemi. Khalidan fiha, ku do të jetë përgjithmonë, që do të thënë në periudhë shumë të gjatë. Wa ghadiba Allahu alayhi, edhe Allahu është i zemruar ndaj tij, wa la'anahu, edhe e ka mallkuar Allahu, do të thënë e ka larguar nga mëshira, wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, edhe ka përgatitur për të dënim të madhështor, do të thënë shumë dënim i rënd. Do thotë ky është mëkati i vetëm që janë përmendur 5 dënime një pas një në një argument. Do të thënë që tregon se është mëkati më i madh pas shirkut, është vrasja e njeriut besimtar. Dhe duhet ta di njeriu, edhe ai që ka bërë vrasje, ose ai të cilit i shkon mendja apo e mashtron shejtani për këtë mëkat, duhet ta di se ky mëkat është shkelje e hakut.
edhe ka shkelje e hakut ndaj Allahut, ka shkelje hakut ndaj familjarëve të vrarit, viktimës, dhe shkelje hakut të vrarit. Ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, do më thënë, pasi Allahu e ka ndalu këtë vepër, edhe është prej harameve më të mëdha, do më thënë, hyrja në këtë vepër, pa dyshim se është, do më thënë, kundërshtim me atë që është haki Allahut. Dhe për këtë, Allahu nëse do e dënon njeriu, nëse do ja fal, ose mund të pendohet gjithashtu njeriu në jetën e dunjas, mund të pendohet, edhe atëherë e ka shpagu hakun e Allahut, ose si që thamë, nëse vdes pa u penduar, del para Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nëse do Allahu e dënon për këtë mëkat, e dënon në xhehenem sa është pesha e mëkatit, ose nëse do Allahu ja fal, aja është Zoti i gjithë pushtetshëm subhanahu wa ta'ala. Haku i dytë është haku i familjes, ose do më thënë të afërmëve të vrarit, edhe prandaj Allahu atyre u ka dhënë të drejtë të vendosin çka do të bëjnë me vrasësin, ose mund të kërkojnë që të vritet, do më thënë njësoj si që ka vra ai viktimën, ose mund të kërkojnë që ta paguaj gjakun, sipas rregullave të shariatit, si paguhet, ose mund t'ja falin, do më thënë hakun e tyre. Atëherë me këto dy çështje të hakut, do më thënë kështu përfundon, mirë po mbetet haku i tretë, ose haku i viktimës, që nuk mund të kompensohet në asnjë mënyrë. Do të thënë nuk ka mundësi njeriu ta kompenzojë. Nuk ka mundësi t'ia kthej shpirtin, as nuk mund që të merret vesh me ta, as nuk mund t'i kërkoj falje. Prandaj pra në dunja nuk mund të kryet kjo. Prandaj patjetër kjo do të rrafsohet, do të thënë kjo drejtësi në ahiret. Edhe aty do thot patjetër do t'i mbetet ky borxh njeriut për në ahiret, para krijesës. Do të thonë do të mbetet me do të mbetet në ahiret. Dhe shpagimi në ahiret bëhet me vepra. Do të thonë veprat e mira merren nga vrasësi dhe jepen të vrarit. Edhe për marrjen e jetës, do të thonë duhet vepra të shumta të mira që ka bërë. Dhe nëse nuk mjaftojnë, atëherë merren veprat e këqija të vrarit dhe jepen vrasësit. Dhe kështu, do të thonë, është njeriu i ngarkuar me këtë borxh të madh. Përveç nëse është penduar me të vërtet sinqerisht dhe Allahu do që t'ja falë atij, atëherë Allahu i jep shpërblime të shumta të njëpasnjëshme të vrarit në xhenet dhe ngritje të gradave, derisa të jetë i kënaqur edhe ta ndjej se është kry haku i tij edhe është i kënaqur, pra patjetër se në ahiret zbatohet drejtësia e plot, nuk i mbetet askujt hak pa ju kthy. Mëkati i tretë që është përmendur këtu është shpifja ndaj grave të ndershme. Edhe Allah subhanahu wa taala ka thënë walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda. Do të thonë ata që i akuzojnë ose shpifin për gratë ndershme dhe nuk sjellin 4 dëshmitar, atëherë rrihin ata me 80 shkopin. Do të thonë ky është dënim ligjor në dunja. Kurse për te Allahu subhanahu wa taala ose dënimet fetare janë që ai llogaritet gënjeshtar edhe mëkatar, fasik. Do të thonë, pra kur i thuhet ndikujt fasik, do të thonë se është në nivelin më të keq të termit mëkatar. Do të thonë pra prej mëkatarëve të mëdhenj. Është quajtur në Kur'an dhe në Sunet ai që shpif për gratë e ndershme. Dhe gjithmonë janë përmendur gratë, do të thonë sepse kjo ndodh më shpesh edhe më shumë i kushtohet rëndësi ruajtjes dhe mbrojtjes të grave. Përndryshe,
dispozitat e njëjta vlen edhe në shpifje për gratë edhe për burrat, gjithashtu. Nëse dikush e quan dikën prej besimtarve, e quan zinaqar ose e akuzon, domethënë me kurvëri ose homoseksualizëm ose të ngjashme, atëherë kjo fjalë e tij duhet domethënë merret në gjykim. Duhet ta vërtetoj me 4 dëshmitar, se e ka parë, domethënë edhe 4 dëshmitarë kanë parë duke kryer atë vepër, përndryshe ai dënohet për shpifjen, domethënë në dënimet e dunjas. Kurse si thamte Allahu subhanahu wa taala, llogaritet fasik dhe llogaritet gënjeshtar. Domethënë Allahu ka thënë ulaika inda Allahi humul kadhibun, domethënë ata tek Allahu janë gënjeshtarët e vërtet. Edhe gjithashtu kjo është një dënim shumë i rëndë, domethënë që njeriu të shkruhet te Zoti i tij subhanahu wa taala se është prej gënjeshtarëve. Dhe mëkati i 4 që e ka përmendur këtu Ebu Hurajra radhiyallahu anhu është qëllimi i sjelljes së këtij hadithi në këtë temë, është jeta nomade pas hijretit. Domethënë është prej mëkateve të mëdha. Kjo është një çështje interesante dhe e rëndësishme. Domethënë, si tham, kjo që quhet arabisht arabie, domethënë të jetojë njeriu në shkretir larg prej qyteteve dhe vendbanimeve. Domethënë jeton në shkretir pa pasur një vendbanim domethënë të përhershëm, por nomad, besoj që të gjithë e dini çka domethënë që ka vendbanime të përkohshme çdo herë. Jeton në një kohë caktuar në një vend, pastaj shpërngulet në vend tjetër e kështu me radhë. Këtë ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë pra pas hijretit kthimi në jetë nomade është prej mëkateve të mëdha. Disa prej sahabeve këtë kanë llogaritur si ridde, domethënë siç është ridde, gjithashtu edhe kthimi nga Medinja për të jetuar në shkretir është prej mëkateve më të mëdha. Dhe ka në hadith nga Xhabir ibn Samura radhiyallahu anhu që e transmeton si marfu se ka thënë la'ana Allahu man bada ba'da hijratihi. Pra Allahu e mallkoft atë që shkon në jetë nomade pas hijretit të tij. Dhe gjithashtu në hadithe të tjera, pra nuk lejohet njeriu të jetojë i izoluar nga civilizimi. Është për qëllim, domethënë ky është qëllimi. Nuk lejohet njeriu të jetojë larg vendbanimeve ku ka dituri, ku falet xumaja dhe falen namazet me xhamat dhe dëgjohen hutbe, këshilla e kështu me radhë. Pra e kundërta e kësaj është që njeriu të jetojë në largësi, larg prej civilizimit dhe prej diturisë, dhe për këtë shkak është, domethënë, thellohet ignoranca e tij për fenë, edhe mund të bjerë në kundërshtime të shumta me fenë, edhe është e mundshme gjithashtu që del prej fesë plotësisht. Do thotë ai që largohet nga dëgjimi i diturisë dhe këshillave. Por disa prej dietarëve kanë bërë përjashtim nëse ka nevojë njeriu, nëse ik prej fitneve. Domethënë për këtë çështje, për ikjen nga fitnja, dhe kryesisht është për qëllim fitnja e luftës mes muslimanëve. Domethënë nëse ka luftra mes dy grupeve të muslimanëve ku nuk sqarohet e vërteta, atëherë është më e dobishme që njeriu krejtësisht largohet edhe mos marrë pjesë në ato fitne. Megjithëse disa prej dietarëve thonë se e ka obligim të rritë ta ndihmojë të vërtetën edhe në këto raste. Nuk është, domethënë, zgjidhja çdo herë vetëm të ikë dhe të largohet njeriu, por nëse ka aspekt që e argumenton të vërtetën, edhe dihet ku është e vërteta, është njeriu e obliguar të rritë ta përkrahë të vërtetën dhe jo të ikë edhe të largohet, domethënë, në izolim. Do thotë, pra
Pra nëse është e vërteta e paqartë, edhe kemi dy grupe të mëdha të muslimanëve ku luftojnë me njëri tjetrin, kanë hadithet shumëta ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që njeriu të largohet prej fitnes, edhe nëse ka shpatë, ka thënë ta thyej shpatën e tij e kështu me radhë. Domethënë që mos ketë mundësi të marrë pjesë në atë luftë të fitnes. Edhe në këtë hadith që përmendëm nga Xhabir ibn Samura radhiyallahu anhu, thot la'ana Allahu man bada ba'da hijratihi, domethënë Allahu e mallkoft atë që shkon jetë nomade pas hijretit të tij, illa fil fitne, përveç se në fitne. Fa innal badwa khairun min al muqami fil fitne. Sepse të jetosh në shkretir, i izolum, domethënë dhe jetë nomade, është më mirë se sa të qëndrosh në mes të fitnes. Dhe është transmetuar se në kohën e Haxhaxhit, Haxhaxhi e ka marrë ose kur e ka takuar Seleme ibn al-Akwa radhiyallahu anhu, i ka thonë ti a ke bërë ridde, domethënë se ka shku Seleme, ka jetu në, domethënë kështu si beduin në jetë nomade, dhe kjo ka qenë me leje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Haxhaxhi me sjelljen e tij të vrazhë dhe të keqe ndaj sahabeve, i ka thonë me këto fjalë, i ka thonë sahabiut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ai ka thonë unë nuk i ka thonë pra Haxhaxhi i ka thonë irtadadta min hijratik, domethënë anulove hijretin tënd. Domethënë kjo është qëllimi, wallahu alam. Ose më falni, jo Haxhaxhi, po Burejda ibn al-Hasib, domethënë që ka qenë prej pushtetarëve në atë kohë, i ka thënë e anulove hijretin tënd, ka thënë Seleme radhiyallahu anhu, ma'adha Allah, inni fi idhnin min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu më ruajt, unë këtë vepër jam duke bërë me leje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë sepse na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ibdu ya aslam, domethënë jetoni në badje, domethënë si beduin o familja Aslam. Edhe gjithashtu pra ata kanë thonë inna nakhafu an yaqdah dhalika fi hijratina. Ka thonë ne friksohemi se kjo do të na mangësoj hijretin që kemi bërë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam antum muhajiruna haythu ma kuntum. Domethënë ju jeni muhajir kudo që të jeni. Domethënë i ka dhënë leje të veçantë antarëve të kësaj familje që të jetojnë jashtë Medinës, jashtë larg civilizimit, domethënë të jetojnë jetë nomade. Përndryshe, siç thamë, në përgjithësi jeta në qytet, në vendbanim të njohur, ku ka xhami dhe ka dituri, ka përkujtim, është më parsore se do të thënë është më parsore, po mirë po edhe nuk lejohet largimi prej atij vendi. Pra në atë vend ku ka dituri dhe përkujtim mësim çdo herë të fesë, nuk lejohet largimi prej atij vendi. Gjithashtu ky hadith është argument për njeriu që ka bën hijret, do thotë se nuk i lejohet të kthehet në vendin prej cilit ka bërë hijret. Do të thënë pasi të jetë shpërngulur, nuk lejohet të kthehet në atë vend, përveç për kryerjen ndonjë nevoje, do të thënë me afat të shkurt, por nuk lejohet të kthehet të jetoj. Prandaj këta beduint pasi janë shpërngulur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë pasur të lejuar prap të kthehen në jetë beduine. Jo në një vend caktuar, do të thënë nëse shpërngulet dikush nga filan vendi në një vend për hir të Allahut, do të thënë nuk kthehet te vendi i njëjtë, mirëpas te mënyra e njëjtë e jetesës, do të thënë sipas kësaj, megjithëse ata s'kan pas vend të caktuar. Pra prej përfitimeve të këtij hadithi është se mëkatet ndahen në mëkatet vogla dhe mëkatet mëdha, pasi përmenden mëkatet e mëdha. Gjithashtu sqarohen më të mëdhat prej mëkateve të mëdha.
është, si thamë, qortim për kthimin në vendin prej të cilit njeriu ka bërë hijret. Thotë, dhe gjithashtu kjo tregon se mirë, do të thënë te ne nuk është shumë se nuk përdoret fjala hijret, mirë po në gjuhën arabe përmendin hijret edhe shpërnguljen nga vendet e muslimanëve në vendet e kufrit. Edhe kjo tregon se, do të thënë, janë përzi peshoret dhe janë është përzir terminologjia. Nuk quhet hijret largimi nga një vend i islamit në vend të kufrit, por hijreti është largimi nga vendi i kufrit në vendin e islamit, ose nga vendi, si kemi thënë, ku ka mëkate në vendin ku ka më shumë fetari, ose nga vendi i bidatit në vendin e sunetit. Domethënë, kjo quhet hijret në rrugën e Allahut, kurse e kundërta është kundërshtimi i hijretit. Domethënë, nëse qëndrimi për njeriu që është gjetur në atë vend, qëndrimi në atë vend është i ndaluar. Atëherë si thuhet për dikën që të shkojë në atë vend ku ka qenë ndaluar të qëndrojë. Mirë, në hadithin tjetër, në hadithin e radhës thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Ahmed ibn Asim. Kjo gjithashtu është edhe tema tjetër, thot bab sakinil qura, do të thonë banimi në fshatra. Gjithashtu një sqarim për banim në fshatra. Si thu, a van në katunar më kanë. Po, ta shohim, thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان يقول transmetohet me këtë zinxhir nga Thaubani radhiyallahu anhu, thot se më ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, la taskunil kufur fa inna sakinal kufur ka sakinil qubur. Ka thonë mos jeto në kufur. Çka do të thonë kufur? Do të thotë fshatra që janë shumë të largëta ose të izoluara, ku nuk kalon askush. Do të thonë vende të largëta ku nuk ka qarkullim, nuk ka komunikim, do të thonë me civilizimin. Ka thonë mos jeto në ato vende, sepse sakinul kufur ke sakinil qubur. Do të thonë ai që jeton në ato vende është si ai që jeton si banor të varreve. Do të thonë si i vdekur. Pra nuk ka kontakt me askënd, është larg prej diturisë, larg prej zbatimit të fesë, edhe atëherë do të thonë njeriu patjetër se i dobësohet feja dhe njohja e fesë, dhe kjo ka qenë e ditur, sidomos në kohët pak më të vjetra, pak më të kaluara, ku komunikimi ka qenë i vështirë, dhe njerëz që kanë jetuar kështu në vende të izoluara kanë qenë shumë larg prej fesë. Edhe nuk kanë njohur asgjë prej dispozitave të Allahut, nuk e kanë njohur tauhidin, kanë pasur besime të paganizmeve të vjetra, do të thënë edhe pse kanë quajtur veten musliman. Edhe ne i njohim, do të thënë edhe në disa vende ku janë nëpër male, kështu me radhë, ku është qarkullimi dhe komunikimi shumë i vështirë, me të vërtet kanë pasur nivel shumë të rëndë të ignorancës edhe kuptimit të fesë, po edhe kuptimit në përgjithësi, do të thënë fitojnë ngurtësi edhe kuptim shumë të kufizuar, ata që nuk kanë kontakt me njerëzit. Prandaj kjo nuk është e preferuar në Islam, do të thënë që njeriu të largohet, sepse si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që përzihet me njerëzit dhe i duron vështirësitë ose shqetësimet prej tyre, do të thënë ai që përzihet me njerëzit patjetër do të ndeshet me fjalë të pakëndshme. Do t'i thojë dikush ndonjë nënçmim, ndonjë ofendim, do të shoh ndonjë padrejtësi nga dikush, edhe do të shoh, do të thënë sjellje jo të mira e kështu me radhë. Dhe ka thënë ai që përzihet me njerëzit dhe i duron këto shqetësime, është më i mirë se ai që largohet dhe nuk i duron. Pra
zgjidhjen, ata njerëz që janë dopt, zgjidhjen e kanë që nuk du të kem kontakt me askënd. Kjo nuk është zgjidhje saktë në Islam. Domethënë, muslimani duhet të përzihet me njerëz, të jetë durimtar, të jetë domethënë përmirësues, që t'jape këshilla, të bëje përmirësime, të jetë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çelës i hajrit. Domethënë, të jetë që e hap hajrin, edhe në shkak prezenca e tij do të jetë shkak për hapjen e hajrit, dhe jo nëse ka ndonjë hajër në ta, të largohet me ta dhe të izolohet në vetvete, sepse do ta humbë edhe ai vet hajrin që e ka, dhe gjithashtu nuk ka bërë dobi askujt tjetër. Kjo, domethënë, nëse njeriu largohet që të jetë i izolum. Dhe si është puna, kemi dëgjuar shumë edhe nga vëllezërit tanë që është shumë për keqardhje, kur përmendet tema e hijretit edhe banimi në vendet tona, thonë nuk mund t'i duroj njerëzit të ne, ka shumë padrejtësi, tradhti, shumë fjalë të kota, dhe me këse në vendet e kufrit nuk ka kështu. Në vendet ku jetojnë muslimanët, nuk mund t'i durojnë këto padrejtësit edhe fjalët e kota, dhe më mirë duan të jetojnë në vendet e kufrit. Dhe subhanallahu, në kohën tonë ka shumë ngjashmëri me këto që janë përmendur, këto kufur, domethënë me të vërtetë edhe në vendet e kufrit ka, megjithëse është në mesin e njerëzve dhe civilizimit, është i izolum. Sigur mos më pas, sigur me jetu vet, në përgjithësi për njerëzit, mos flasim për Islamin, domethënë takimi me Islamin dhe me diturinë është shumë më i vështirë dhe më i rrallë, prandaj nuk është e dobishme që njeriu të banojë në ato vende, dhe më mirë është t'i duroj dobësitë edhe padrejtësitë ose fjalët e këqija të muslimanëve, është më mirë për ta, sesa të largohet prej muslimanëve krejtësisht. Pra edhe ky hadith është ndalim për izolim për njerëzve. Edhe thot përzierja me njerëzit dhe durimi i shqetësimeve të tyre është më e dobishme kur njeriu bën hijret, domethënë, edhe është më mirë se sa të largohet dhe të izolohet prej tyre, përveç nëse është në një vend ose në një kohë ku me të vërtetë të gjithë njerëzit ka humbur fetaria, edhe ka vetëm prishje, domethënë në aspektin fetar. Pra që nuk ekziston njohje e tauhidit, nuk ekziston njohje e sunetit, nuk ekziston njohje e namazit, nuk ekziston, domethënë, njohje e halalit dhe haramit, edhe kanë, domethënë, njerëz të tillë, domethënë, janë imponues dhe shumë arrogant që t'i devijojnë të tjerët nga feja, atëherë largimi dhe izolimi është më i mirë se sa përzierja me ta duke rrezikuar jetën. Përndryshe, domethënë, vlen rregulla bazë që thamë se njeriu që përzihet me njerëz është më i mirë se ai që largohet. Mirë, po në temën tjetër, a lejohet ndonjëherë njeriu dalet izolohet përkohësisht? Tema tjetër, bab al-badwu ila al-tila' ose al-buduwu ila al-tila', domethënë dalja në, si më thon, si për piknik, domethënë dalja në vendet e piknikut, domethënë për pushim ose për qetësim. Ka thënë haddathana Muhammad ibn as-Sabah, qala haddathana Sharik عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البدو. domethënë thot, pra se është pyetur Aisha radhiyallahu anha për daljen në shkretir. Do thot, është përmendur tek ata shkretira. Do thot, e njëjta është dalja në për fushat largëta ose në për male, si thon, kodra, bjeshk, se më kujtu fjala bjeshk, po. Dalja në për bjeshk e kështu me radhë. Është pyetur Aisha radhiyallahu anha, edhe i ka thënë wa hal kana nabiu sallallahu alaihi wasallam yabdu. Domethënë, e ka bërë kët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, na'am, kana yabdu ila haula ittila'. Po ka thënë, ka dal, domethënë sigur më thon për piknik, te këto, në për këto tila. Fjala tila do të thot vende ku
të bëhet uji, ose ku ka burime të ujit në për shkretir, do të thonë në ato vende ku aty për rreth shfaqet gjelbrimi e kështu me radhë, do të thonë në ato vende ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë dalë sahabët, do të thonë kjo është për kohë të shkurt, do të thonë nëse del njeriu gjatë ditës ose për shembull për disa ditë, 2-3 ditë, është e mirë, edhe është e dobishme. Gjithashtu edhe kjo është e dobishme që njeriu të largohet nga zhurma e këtij civilizimi që lëvdum shumë herë. Domethënë ndonjëherë është mirë të largohet nga kjo që të qetësohet me vetveten edhe aty. Po ashtu nuk lejo, domethënë kjo dalje nëse është për përmirësim, edhe për qetësim në vetvete, për kujtim, domethënë ishe bukurit që i ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala, e përmend Allahun, lexon Kur'an për shembull, edhe bën ibadet në vetvete për një kohë të shkurt, ajo është e dobishme. Por nëse del për haram edhe për largim prej përkujtimit, do të thënë për neglizhencë, për humbje, ajo nuk është e dobishme. Do thotë këto ishin temat që kanë të bëjnë me jetën nomade ose jetën larg qyteteve dhe civilizimit. Edhe fshatrat kur u përmendën, më thënë është për qëllim, si tham, fshatrat e izoluara. Nuk jo në kuptimin ton të fshatit, më thënë sepse tash fshatrat janë më të mëdha se qytetet që kanë qenë në kohët e kaluara të lashta. Do thotë qëllimi është pra fshati që ka xhami edhe ka shkollë për shembull ose ka njerëz të dijes që mësojnë, nuk është i qortuar që të jetohet në të. Në temë tjetër, thot Imam Bukhari rahimahullah, babu tu'ada fil umur. Domethënë maturia në çështje. Maturia dhe mos nxitimi. Pra tu'ada do thotë që çështjet merren me ngadalësi, do të thonë mos nxitim. Ka thënë حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له. Thot, pra ka transmetuar Hasan al-Basri rahimahullah se një njeri kur ka vdekur, do të thonë ka vdekur dhe ka lënë një djalë dhe një shërbetor të tij, ose një rob që e ka pasur, edhe një djalë të vogël. Fa awsa maulahu bibnihi, edhe ja ka lënë testament këtij robit që të kujdeset për birin e tij. Dhe thot falem ya'luhu hatta adraka wa zawwajahu. Edhe ky robi është kujdesur mirë, nuk e ka lënë pasdore djalin derisa është rritur dhe e ka martuar. Faqala lahu jahizni atlubu al-ilm. Dhe ky djali ka thonë, do të thonë mjep pra lekë dhe pajisje që të shkoj të kërkoj dituri. Edhe ja ka dhënë, e ka përgatitur dhe ky djali ka shku, ka mësuar dhe ka qëndruar te një dietar. E ka pyetur dhe ka mësuar prej tij. Pastaj kur ka dashur të kthehet, i ka thënë ai dietari, kur duhesh të kthehesh në vendin tënd, tregom edhe unë do të mësoj diçka. Dhe ka thënë ai djali se kur erdhi koha që të kthehem në vendin tim, i thash mësuesit tim se dua të kthehem dhe ai më tha ittaqillaha wasbir wala tastajil. Do të thonë pra friksoju Allahut, ruhu zemrimit Allahut, bëhu durimtar dhe mos nxito. Do të thonë këto 3 fjalë mbaj mend gjithmonë në jetën tënde. Pra kudo që të jesh, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Do të thonë bëhu pra ruhu Allahut kudo që je. Pa marr parasysh a je në vetmi, a je në publik, a je në vendin tënd ku të njohin, a je diku larg, ruhu nga shikimi i Allahut dhe nga mos e shkakto zemrimin e Allahut, mos bëj mëkate, mos i lër pasdore ato që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ka thënë ittaqillah, ruhu Allahut, wasbir, bëhu durimtar, wala tastajil, edhe mos nxito. Thot Hasan rahimahullah,
fi hadha al khairu kulluhu. Do të thënë këto tri këshilla është e gjithë mirësia. E gjithë hajri është në këto. Dhe ky njeri duke u kthyer, do të thënë nuk i ka harru këtë fjalë, i ka përsëritur vazhdimisht. Edhe ka thënë janë vetëm tri fjalë dhe vazhdimisht i ka përsëritur. Kur ka ardhur në shtëpinë e tij, edhe ka zbritur prej kafshës së tij, mjetit që ka udhëtu, kur ka hyrë në shtëpi, ka pa gruan e tij duke fjetur, dhe gjithashtu në anën tjetër të shtëpisë ka pa një burr duke fjetur. Edhe atëherë ka thënë wallahi ma uridu ma antadhiru bihadha. Ka thënë wallahi për këtë s'kam çka pres. Do të thënë çka të pres, do të thënë lidhje me këtë. Është kthy te kafsha e tij dhe kur ka dashur ta marrë shpatën, janë kujtu fjalët e mësuesit. Do të thënë ruhu Allahut duro dhe mos nxito. Dhe është kthyer prap në shtëpi. Kur është afruar te ky burri, pa e pa, do të thënë, prap është kthy, ka thënë s'kam çka pres për këtë, është kthy te kafsha dhe duke dashur ta marrë shpatën, përsëri janë kujtu këto fjalë, do të thënë kështu ka ndodhur edhe herën e dytë, dhe kur është kthy herën e tretë, atëherë ky burri është zgjuar, edhe kur e ka pa, do të thënë ka kthyer më një herë nga gëzimi, e ka përqafu, edhe ka qenë, do të thënë ky robi që e ka edukuar dhe e ka rritur. Dhe atëherë i ka thonë ma asabta ba'di, do të thënë përfitove diçka që kur u ndam, edhe ka thonë asabtu wallahi ba'daka khairan kathiran. Ka thënë që kur jemi nda, kam fitu mirësi të shumta, hajër të shumt. Do të thënë kam përfitu dituri. Edhe ka thonë inni mashaytu al-laylata bayna as-sayfi wa bayna ra'sika 3 marrat. Ka thënë edhe sonte shkova mes kokës tënde dhe shpatës sime 3 herë. Do të thënë heca. Edhe ka thënë fa hajjazani ma asabtu min al-ilmi an qatlik. Edhe diturinë që e kam përfituar, dituria të cilën e kam përfituar, më pengoi që të vras ty. Do të thënë, pra kjo është një tregim që e tregon rëndësinë e mos nxitimit dhe maturisë në marrjen e vendimeve. Dhe për këta argumentet janë nga hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por njëherë nga kjo histori ose nga kjo ndodhi, do të thonë shohim rëndësinë e diturisë, se dituria është çelësi i të gjitha të mirave. Dhe njeriu, do të thonë me dituri i rregullon edhe aspektet e emocioneve, edhe çështjet e dunjas. Mos flasim që më e rëndësishme është që e rregullon adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirpo i rregullon edhe çështje tjera, edhe drejtimin e emocioneve të tij, kurse njeriu pa dituri vepron vetëm në bazë të emocioneve, edhe nuk i merr parasysh argumentet ose nuk i analizon pasojat dhe përfundimet. Po ashtu e kuptojmë se sa është e rëndësishme këshilla dhe porosia me fjalë të mira. Do të thënë ky njeri, ky dietar që e ka këshilluar me këto, do të thënë është pa rezultati, edhe pse është pa rezultati më vonë, edhe pse ai vetë që e ka dhënë këshillën nuk e ka parë më njëherë gjurmën dhe ndikimin, por prandaj njeriu nuk duhet të jetë koprac për dhënien e këshillave, por të japë këshilla që ka synim për mirësimin dhe dobin, edhe ato ndikojnë edhe më vonë. Gjithashtu nga kjo kuptohet se takwaja përmblidhet në durim dhe mos nxitim. Do të thënë për secilën çështje, kur njeriu ka durim dhe është i matur, do të thënë mund ta plotësoj takwan dhe ruajtjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj prej argumenteve lidhe me këtë moral të lartë, ka thonë Imam Bukhari në tjetrin hadith, thot haddathana Abu Ma'mar qala haddathana عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أشج عبد القيس. Do të thonë transmetohet ky hadith nga Ashaj Abdul Qais,
që është një prej sahabeve që ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, më ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fika la khuluqain yuhibbuhum Allah. Do të thonë ti ke dy morale të cilat i do Allahu. Thash wama huma ya Rasulullah, cilat janë këto o i dërguari i Allahut? Ka thënë el hilmu wal haya. Do të thonë është mençuria dhe turpi. Do të thonë do të sqarojmë këto hilm, çfarë do thotë? Mirë, po këtu në këtë transmetim është el hilmu wal haya'u. Do thotë mençuria ose pjekuria dhe turpi janë morale që i do Allahu. Ky thot i thash qadiman kana au hadithan, do të thonë është kjo e vjetër apo e re? Do ta kështu më ka kriju Allahu me këto, do të thonë apo i kam përfituar më vonë me mësim dhe edukim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qadiman. Atëherë, do të thonë këto janë të vjetra. Ka thënë alhamdulillahi alladhi jabalani ala khuluqaini ahabbahuma Allah. Do të thonë alhamdulillah, lavdi Allahut që më ka krijuar dy morale të cilat i do Allahu. Po ashtu me zinxhirin tjetër thot pra transmetohet nga Qatada rahimahullah, thot haddathana man laqiya al-wafd alladhina qadimu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min Abd al-Qais. Na ka treguar dikush që ka qenë prezent kur ka ardhur delegacioni nga fisi Abdul Qais. Wa dhakara Qatada Aba Nadra. Edhe Qatadia ka përmendur Abu Nadran an Abi Sa'id al-Khudri, do të thonë që ka transmetuar nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, thot qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abd al-Qais, pra i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij njeriu Ashaj Abd al-Qais, i ka thënë inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah al-hilm wal-ana. Ka thënë ti ke dy cilësi që i do Allahu. Ato janë, do të thonë, pjekuria dhe maturia. Dhe po ashtu me zinxhirin tjetër nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Ashaj Abd al-Qaisit, inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah al-hilm wal-ana. Do të thonë praktike dy veçori që i do Allahu dhe janë, do thotë, pjekuria dhe maturia. Çka do të thonë, ky person Ashaj është laqab, do të thonë nofk me të cilën e kanë quajtur. Dhe emri i tij është Mundhir. Disa kanë thënë Ibn al-Harith, disa Ibn al-Aidh, al-Asri, al-Abdi. Pra kur ky ka qenë për njerëzve, do të thonë, të mençur dhe gjeni, do thotë që e ka pranuar Islamin dhe është kthyer te fisi i tij dhe ka sjell gjithë fisin, do të thonë që e kanë pranuar Islamin. Pra ka bë davet, ka thirr në fenë e Allahut dhe është bërë shkak për pranimin e Islamit, do të thonë, të gjithë popullit të tij, edhe me të vërtet ka qenë pra zotëri i popullit, udhëheqës, edhe i ka udhëzuar në Islam. Edhe do të flasim më vonë në temat e mëvonshme për këtë sahabi radhiyallahu anhu. Më rëndësi është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lëvduar për këto dy cilësi, që janë el-hilm, dhe në gjuhën arabe fjala hilm përfshin disa kuptime më të gjera. Do thotë mençuri e plot, pjekuri, burrni, do të thonë, që flet dhe vendos për çështjet, do të thonë, me urtësi. Kjo është për qëllim njëri kuptimi i fjalës hilm, edhe tjetri është gjithashtu mos nxitimi në dënimin e atij që gabon. Po ashtu është hilm. Do të thonë që mund të përkthehet si butësi ndaj atij që gabon, që nuk nxiton për ta dënu, por i jep hapësirë ose fal më shumë dhe gjithashtu ka mundësi për përmirësim. Pastaj tjetër cilësi ka thënë turpi, el-haya,
Do të thonë, padyshim se turpi është moral i lartë, edhe është për qëllim ruajtja e dinjitetit edhe nderit, do të thonë që njeriu mos bëj vepra që e mangësojnë personalitetin e tij, qofshin ato, do të thonë, prej veprave që janë haram, pra njeriu turprohet para Allahut dhe nuk bën diçka që është haram, edhe gjithashtu turprohet para krijesave, pastaj edhe nuk bën punë që e ulin dinjitetin ose personalitetin e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë sahabeve, istahyu min Allahi haqqal haya. Pra keni turp para Allahut, turprohuni nga Allahu me turp të vërtet. Kanë thënë ja Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Ka thënë ne kemi turp, alhamdulillah. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laysa dhak walakin al-istihya'a min Allahi haqqal haya. Ka thënë nuk është kjo, do të thënë vetëm ekzistimi i turpit, do thotë si cilësi e njeriut, por turprimi i vërtet ndaj para Allahut është an tahfaz ar-ra'sa wa ma wa'a, do të thonë që ta ruash kokën dhe çka ka në të. Do të thonë mendimet dhe besimet ose kuptimin, do të thonë ta kesh të pastër, edhe niyetet e kështu me radhë. Wal batna wa ma hawa, edhe ta ruash barkun dhe çka fut në ta. Do të thonë që të ushqesh vetëm me halal. Wal tadhkur al mauta wal bila, edhe vazhdimisht ta kujtosh vdekjen dhe shkatrimin, pse secilit i vjen përfundimi. Wa man arada al akhirata taraka zinata ad dunya, edhe ai që ka synim ahiretin i lë stolit dhe bukuritë e dunjas. Faman fa'ala dhalik, e kush i bën këto, faqad istahya min Allahi haqqal haya. Ai me të vërtetë është turpruar nga Allahu. Do të thënë nëse i ka këto parasysh, atëherë me të vërtetë është që turprohet dhe ka respekt dhe madhrim për Allahun subhanahu wa ta'ala. Tjetra, kjo është në një transmetim, është përmendur el-hilmu wal-haya'u, kurse në transmetimet tjera, el-hilmu wal-anah. Do të thonë, hilm, si e shpjegum, pjekuria dhe mençuria, burria, mos nxitimi në dënimin e atij që gabon, dhe anah, që do të thonë maturi në reagim. Do të thonë ngadalësi. Do të thonë që mos i bëj njeriu punë me nxitim. Kjo cilësi gjithashtu është cilësi e lëvduar për çështjet e dunjas. Do të thënë njeriu mos nxitoj në asnjë çështje prej çështjeve të dunjas. Kurse për zbatimin e urdhrave të Allahut duhet të jetë nxitues dhe parakalues. Edhe gjithashtu në vepra të mira, do të thënë të nxitoj që ti parakaloj të tjerët. Por kur themi për ibadetin, duhet njeriu të nxitoj, do të thënë të nxitoj në fillimin e ibadetit. Të nxitoj për fillimin e namazit, sa hin koha e namazit, kjo është e preferuar, por jo të nxitoj brenda namazit, si bëjnë sot me keqardhje të madhe shumë prej muslimanëve, edhe prej hoxhallarëve. Edhe kjo është me të vërtetë shumë për keqardhje. Pra nxitimi brenda namaz, do të thonë nxitim për dunja. Kur njeriu është brenda namaz, edhe nxiton ta përfundoj, do të thonë se është duke vrapu për dunjan, që t'i kthehet dunjas. Kurse ai që nxiton ta filloj namazin, do të thonë nxiton për bërjen e namazit, pastaj namaz nuk nxiton, do të thonë se është nxiton për ahiret dhe qëndron në veprat që i japin shpërblim dhe mirësi në ahiret. Prej veprave të dunjas kanë përmendur dietarët, do të thonë se nuk lejohet nxitimi në asgjë, përveç disa kanë përmendur nxitimi në kthyrjen e borxhit ose larjen e borxhit, gjithashtu nxitimi në martesën e beqarit ose beqares, do të thonë që të martohet më shpejt, edhe nxitimi në varrosjen e xhenazës, gjithashtu është prej veprave të preferuara në islam, që ai kur vdes njeriu, do të thonë varroset sa më shpejt. Por ndryshe në vepra tjera, çdo herë nxitimi është i qortum. Edhe nxitimi sjell
domethënë pasoja të pakëndshme, pra njeriu që nuk ka ene, domethënë nuk ka maturi, i bën veprat pa i llogaritur pasojat ose domethënë çka do të vijë pas asaj vepre. E bën vetëm reagon, domethënë vetëm për momentin. Domethënë në atë moment me njëherë bën reagimin, kjo nuk është cilësi e mirë, kurse maturia në këto veprime, do thënë është prej cilësive më të mira, prandaj ka lëvduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose këto cilësi i ka dashur, edhe ka treguar se i do Allahu subhanahu wa taala. Por në lidhje me këta kanë përmendur dietarët edhe temën e lëvdatës në sy. A lejohet me lëvdu njeriu në sy? Në përgjithësi, nuk është e lejuar që njeriu të lëvdohet në sy, po as edhe kur nuk është prezent, nuk lëvdohet përveç, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ka qenë në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është përmendur një njeri. I është përmendur emri dikujt, edhe dikush prej atyre të pranishmëve ka lëvdu shumë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wayhak qata'ta unuqa sahibik." Do të thonë, ja theve qafën vllait tënd ose shokut tënd. In kana ahadukum madihan la mahala falyaqul, do të thonë, nëse dikush duhet patjetër ta lëvdoj dikën, se ka pozita ku duhet lëvdohet. Për shembull, nëse i shkelet nderi dikujt, atëherë thuhet e kundërta, tregohet realiteti për ta. Mirë po, pra duhet lëvdohet patjetër, duhet thot ahsabu kadha wa kadha, do të thonë kështu mendoj ose kështu e di se është. Dhe ka tjetër transmetim ku po thot ahsabu kadha wa kadha in kana yura annahu kadhalik. Do të thonë nëse me të vërtet mendon se është ashtu. Pra thu, kështu e mendoj njeriu, nëse mendon me të vërtet, wa hasibuhu Allah. Kurse Allahu është i gjithdijshmi ose llogaritësi për ta. Do të thënë Allahu e di realitetin e tij. Wala yuzakka ala Allahi ahad. Edhe nuk lëvdohet ose nuk pastrohet askush para Allahut. Pra nuk i lejohet njeriu që ta pastroj dikant ose ta lëvdoj dikant para Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë pasi Allahu është mbikëqyrësi dhe që sheh dhe dëgjon çdo gjë, njeriu thot kur mendon diçka mirë për dikant, thot e mendoj kështu, kurse Allahu është ai që e di realitetin e tij dhe Allahu është ai që e merr në llogari atë dhe nuk e pastroj askënd para Allahut. Do të thënë nuk dëshmoj për pastërtinë e dikujt para Allahut subhanahu wa taala. Por edhe nëse lëvdohet në sy njeriu, kryesisht është e dëmshme, përveç nëse ka nevojë ose ka dobi, siç ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë ka qenë dobia ka disa aspekte. Do të thënë edhe kur njeriu e sheh që ka ndonjë të mirë, do të thënë ja përmend atë mirë, edhe e nxit që të jetë i qëndrueshëm dhe të vazhdoj me atë mirë ose ta shtojë edhe më shumë. Pra i ka thonë se për disa të mira njerëz edhe kundërshtohen, do të thënë për ndonjë të mirë që e ka, njerëz të kundërshtojnë. Për shembull vinë nëse është dikush i matur dhe durimtar, vinë njerëz i thonë mos u bën budall, do të thënë të bëjnë budall njerëzit. Pra mos i lejo të bëjnë budall ose kështu. Dhe në përgjithësi, do të thënë njeriu duhet të përforcohet në ato të mira që i ka. Edhe i thuhet ti e ke këtë mirë që e do Allahu, edhe argumentet e Kuranit dhe Sunetit janë se kështu duhet të jetë njeriu, që të vazhdojë dhe ta shtojë atë mirë. Ky është një aspekt, dhe aspekti tjetër gjithashtu për t'i mësuar të tjerët. Do të thënë që të marrin shembull. Kto i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë ti ke këto dy cilësi që i do Allahu, do të thënë qëndron to, vazhdo, përforcoj, edhe i ka mësuar të tjerë gjithashtu se këto janë cilësi të mira që duhet njeriu t'i përfitojë. Edhe ka edhe një çështje tjetër që në momentin më kujtu lidhe. Po edhe çështja se ka pyetur ky njeri,
A janë këto, do të thënë, të krijuara apo të fituara? Do të thënë, kështu themi me fjalë tjera. Kjo tregon se ka disa çështje të moralit që Allahu ja ka mbjell njeriut, do të thënë, në personalitetin e tij që në lindje. I ka ato cilësi, edhe ka çështje të moralit që përfitohen. Dhe për të dyja këto, për të dy llojet merr shpërblim njeriu. Ka njerëz që kanë cilësi të mira, që janë të natyrshme, si i thonë, që i ka kriju Allahun të që nga lindja, edhe ajo duhet vazhdoj të veproj me atë moral të lartë, dhe për to fiton shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtu i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këto janë të vjetra, do të thënë janë me lindjen tënde, mirëpo i do Allahu, edhe do të thënë që të jep shpërblime për to. Edhe ka morale tjera që nuk i ka në natyrshmëri njeriu, mirëpo kur i mëson se janë morale të mira, duhet ta luftoj vetveten që ti përvetsoj ato edhe të përmirësohet me ato morale, edhe për ato atëherë fiton edhe për luftën që e ka bërë, edhe për sakrificën, edhe për këtë veprimin sipas atij morali. Prandaj njeriu gjithmonë duhet i lutet Allahut subhanahu wa taala për përmirësimin e moralit, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihdina li ahsanil akhlaq, do të thënë na udhëzo ose më udhëzo në moralin më të bukur, sepse nuk udhëzon për të askush përveç teje, dhe mi largo moralet e këqija, se nuk i largon ato askush përveç teje. Gjithashtu ka thënë Allahu, Rabbi ati nefsi taqwaha, o Zoti im, ma jep takwan në shpirtin tim, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, do të thënë edhe pastroma shpirtin tim, do të thënë cilësit, moralin e kështu me radhë, sepse ti je që më së miri i pastron ato. Pra lutim Allahun subhanahu wa taala që të na japë prej mirësive të tij, të na përmirësoj moralin dhe të përmirësoj veprat tona dhe kuptimin ton. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.